Një ngjarje e çuditshme u regjistrua nga kamerat e sigurisë në sallën e mbledhjeve të DPRD-s, pikërisht në një moment kur vendi ishte plotësisht bosh. Pamjet u kapën me shumë qartësi dhe shfaqin diçka që ka habitur shumë njerëz. Në video mund të shihet se si karriget e sallës së mbledhjeve papritur fillojnë të lëvizin dhe të zhvendosen vetë, pa praninë e askujt. Ngjarja, që dyshohet si aktivitet paranormal, ndodhi gjatë natës, kur ndërtesa ishte e mbyllur dhe nuk kishte punonjës në zonë. Sipas informacioneve, incidenti ndodhi në zyrën e DPRD Volan Mononto, në Sulawesi të Veriut. Lëvizjet e karrigeve duken të rregullta dhe të qarta, gjë që e bën të vështirë shpjegimin e tyre si një problem teknik apo rrymë ajri. Shumë njerëz besojnë se pamje të tilla janë dëshmi të dukurive të pashpjegueshme që ndodhin shpesh në ndërtesa qeveritare të vjetra. Të tjerë sugjerojnë se mund të ketë arsye logjike, por deri më tani nuk është dhënë asnjë shpjegim zyrtar. Videoja vazhdon të qarkullojë në rrjete sociale, duke nxitur frikë, kuriozitet dhe debat mes atyre që besojnë në paranormale dhe atyre që kërkojnë prova konkrete. Gjatë një misioni i shërbimit social universitar, një student vendosi të regjistronte video të zakonshme të zonës ku po kryente punën komunitare. Ajo që filloi si dokumentimi i thjeshtë i përvojës së tij, u shndrua në provë të një takimi mbinatyror që do ta tmerronte për javë të tëra. Shfaqja u manifestua si një kokë që përgjonte nga errësira, me tipare që sfidonin çdo përshkrim njerëzor normal. Flokët e saj shtriheshin si tentakula të errta, duke rrethuar një fytyrë me sy që shkëlqenin në një të bardhë jo natyrale. Çfarë po endet mbi këtë çati gjatë natës? Kjo është pyetja që shumë shikuesi bën vetes pas një videoje të publikuar nga Scary Labs në korrik të vitit 2021. Në pamje, ekipi paranormal kap diçka tepër të çuditshme që lëviz mbi majën e një çatie në errësirë. Figura shfaqet me një ngjyrë jeshile të ndezur, pothuajse si digjitale, dhe duket sikur mban një mantel me kapuç. Fillimisht ajo kthen kokën drejt ekipit, më pas rrotullohet dhe largohet ngadalë. Në atë moment, ekipi nuk duket se e vëren pranin, megjithse ajo kapet sërish nga kamera teksa ata afrohen drejt ndërtesës. Kur ndezi një qiri, figura regjistrohet përsëri, por kësaj here vetëm si një siluet. Tani ata e shohin dhe largohen të tmerruar. Prania shihet sërish mbi çati, duke qëndruar pezull pas tyre. Ndërsa shumë komentues besojnë se bëhet fjalë për montazh të avancuar, të tjerë mendojnë se aktrimi është tepër i egzageruar. Me shumë gjas, ky rast mund të konsiderohet i rreth. Një kanal i njohur në YouTube me emrin Carolina Case Files publikoi një video në dhjetor 2025 që tregon pamje vërtet të çuditshme të garantuare për t'ju ngritur lëkurën. Pamjet në fjalë u filmuan me një kamerë sigurie në Deep Run, Carolina e Veriut. Carolina Case Files përmend se cilësia e videos nuk është shumë e mirë dhe se po përpiqen të gjejnë informacion për pronarin e shtëpisë, por deri tani nuk kanë pasur fat. Tani le të shohim pamjet. Mund të shihet një krijesë e çuditshme dhe e hollë duke u tërhequr mbi tokë për disa sekonda, para se të zhduket në natë. Nëse kjo nuk është ndonjë projekt CGI ose diçka e ngjashme, atëherë besoj se kjo është një nga krijesat më të frikshme që kam parë në një video për një kohë të gjatë. Një shpjegim mund të jetë se këto pamje mund të jenë gjeneruar nga inteligjenca artificiale ose footage reale nga kamera sigurie i përmirësuar me CGI, veçanërisht duke marrë parasysh sa të aksesueshme dhe bindse janë bërë këto mjete. Mungesa e informacionit për pronarin e shtëpisë dhe burimin origjinal e bën të vështirë verifikimin e autenticitetit të klipit, por ajo që e bën videon kaq shqetësuese është sa fizike ndihen lëvizjet. Pesha, koordinimi dhe prezenca e tërheqësit nuk ngjajnë me krijimet digjitale tipike. Tërheqësit e zbedh dhe të gjatë janë një tipar i përsëritur në vëzhgimet moderne të kriptit. Pamja e tij natyrale dhe mënyra si rrëshqet mbi tokë krijon një ndjenjë të thellë frike dhe pasigurie për çdo që shikon videon, duke e bërë atë një nga dokumentet më të frikshme të kriptideve që janë regjistruar kohët e fundit.
Një punëtor fabrike vendosi të filmonte veten gjatë turnit të tij të natës, pa imagjinuar kurrë se do të kapte diçka që e tmerron edhe sot. Ndërsa kryente detyrat e tij rutinë në heshtjen e orëve të para të mëngjesit, një pranim binatyrore u shfaq pas tij. Pamjet tregojnë qartë një shfaqje me pamje kadaverike që e vëzhgon nga reflektimi një sipërfaqeje xhami, me tipare që sfidojnë çdo shpjegim racional. Sytë e saj shkëlqenin me një dritë jo natyrale dhe shprehja transmetonte një likësi të prekshme, duke mbushur ambientin me një ndjenjë të thellë frike dhe pasigurie. Një kanal i njohur në YouTube për përmbajtje paranormale dhe horror, i quajtur Spooky Lux, ndau një video në internet që duket se tregon një kukull duke u sjellë në mënyrë të çuditshme dhe shqetësuese. Në video, krijuesi shihet duke e vendosur kukullën në kënde të ndryshme, ndërsa kamera vazhdon ta regjistrojë pa ndërprerje, me shpresën se do të kapë diçka të pazakontë. Rreth minutës së 4, ai e lë kukullën në vend dhe del nga kuadri. Por ajo që nuk e dinte në atë moment, ishte se kukulla kishte bërë tashmë diçka vërtet të frikshme. Edhe pse duket se asgjë nuk ndodh në mënyrë të drejtë për drejtë, pamjet tregojnë se bluza e kukullës fillon të lëviz vetvetiu, pa asnjë ndërhyrje të dukshme. Lëvizja është e ngadalt, por mjaftueshëm e qartë për të shkaktuar shqetësim, duke e bërë këtë moment të vështirë për t'u shpjeguar me arsye logjike. Një tjetër hetues nga kanali Jet Camping vendosi të kalonte natën në një ndërtesë të braktisur, një vend i njohur për historitë e errta dhe energjinë e rëndë që thuhet se e përshkon. Me qëllim dokumentimin e çdo gjëje të pazakontë, ai instaloi disa kamera sigurie në korridore dhe dhoma të ndryshme përpara se të përpiqej të flinte. Vetëm disa minuta pasi gjithçka u qetësua, njëra nga dyert u pa duke u lëvizur vetë, pa asnjë shpjegim të dukshëm. Fillimisht, ai mendoi se mund të ishte era ose struktura e vjetër e ndërtesës, por ajo që ndodhi më vonë ishte shumë më shqetësuese. Gjatë orëve të para të mëngjesit, në heshtjen e plotë të ndërtesës, filluan të dëgjoheshin të qara foshnjeje, tinguj të dobët por të qartë, që dukej se vinin nga katet e sipërme. Zëri ishte aq realist sa i ngriti gjakun në vena dhe e bëri hetuesin të ndiste menjëherë dritat. Pikërisht në atë moment, në katin e dytë, u shfaq një figure errët e palëvizshme që dukej sikur mbante diçka në duar. Kamera e kapi qartë atë çast, një hije femërore me fytyrë të shtrembëruar që i shikonte nga lart në heshtje absolute. Prania e saj transmetonte një ndjenjë trishtimi dhe kërcënimi njëkohësisht, duke lënë të kuptohet se ajo ndërtesë nuk ishte as pak e braktisur. Ky incident mbetet një nga rastet më tronditëse të dokumentuara nga kanali, duke ngritur pyetje shqetësuese mbi atë që ende me smureve të harruara nga koha. I konsideruar si një nga pamjet më të frikshme të vitit 2019, jo vetëm një, por disa video na vendosin në kontekstin e historisë së një roje që prej kohësh përjetonte gjëra shumë të çuditshme në varrezat ku punon. I lodhur dhe i tallur nga mosbesimi i të tjerëve, ai vendosi të nxjerrte telefonin dhe të dokumentonte gjithçka. Sure there's nobody in here? Anybody in here? Hello? I'm gonna
catch this son of a bitch. Door was open again. Hello, security. Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello. Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are, or where. Jesus fucking Christ. Si esto no fuera suficiente, lo que ocurre después es realmente aterrador. All right, guys. There was somebody standing in the corner. I just saw that when my video uploaded, and what the fuck? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, don't know what the hell's going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. Nope. This is why my security officer fucking quit. Just so y'all can be witness here. I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. Një punonjës punonte deri në orët e vonat natës, kur vendosi të ndiste kamerën për të dokumentuar turnin e tij të natës. Ajo që filloi si një regjistrim i rastësishëm, u shndërrua në provë të diçkaje që sfidon çdo shpjegim logjik. Pa e ditur çfarë do të kapte, vazhdoi të regjistronte në errësirën e vendit punës. Në zonën më të errët përpara tij, u materializua një figurë spektrale krejtësisht e bardhë. Entiteti lundroi pak sekonda në ajër përpara se të bënte një lëvizje të pamundur, zhdukur në hijet si të mos kishte ekzistuar kurrë. Më e frikshmja, ai nuk duket të ketë vënë re praninë. Një nën ngrihet papritmës dhe dridhet nga frika kur sheh fytyrën e djalit të saj që shndërrohet në diçka jashtëzakonisht të frikshme dhe me sjellje të çuditshme. Ajo vëzhgon me kujdes çdo lëvizje, e paralizuar nga tmerri. E gjitha është regjistruar qartë nga kamera. Fytyra e fëmijës papritmës bëhet shumë e zbehet dhe e frikshme, me shprehje dhe lëvizje të panatyrshme. Nëna e shqetësuar, duke parë këtë fenomen të pazakontë dhe të pashpjegueshëm, fillon të dyshojë se një entitet i ligë ke pushtuar trupin e fëmijës së saj. Ajo nuk mund të bëjë asgjë tjetër, qëndron e ngrirë dhe e paaftë të reagojë. Përjeton tmerrin në heshtje, duke ndjerë një pasiguri dhe ankth të thellë për çfarë po ndodh para syve të saj. Një burrë dhe miku i tij nuk e imagjinonin se do të shihnin dhe regjistronin një shfaqje kaq të frikshme, kur vendosën të fillonin të eksperimentonin duke instaluar një kamerë CCTV përpara shtëpisë së tyre, pasi shpesh dëgjonin zëra të çuditshëm atje. Në mes të errësirës, dukej sikur kishte një figurë ulur si një person. U regjistrua me shumë qartësi një shfaqje e një figure të veshur me të bardha me sy që shkëlqenin, ulur jo shumë larg shtëpisë së burrit. Ata që e panë këtë shfaqje nga monitori u tmerruan nga qartësia dhe natyrshmëria e saj. Pamja e saj e frikshme shkaktoi panik dhe ndjenja të thella ankthi tek të pranishmit, duke lënë gjithashtu pyetje për natyrën e kësaj dukurie paranormale. Çdo lëvizje e saj dhe heshtja e natës rritën tensionin dhe tmerrin e momentit, duke e bërë eksperiencën të duket si një ndodhije pa dëgjuar dhe pothuajse reale, si të ishte një shfaqje që ekziston përtej ligjshmërisë së zakonshme të natyrës. Namas itu apakah ada hewan di atas besutan ya? Bukan. Në mes të natës, një incident shqetësues la Michaelin të tronditur dhe të hutuar në një banesë të vjetër me një të kaluar shqetësuese. Michael, një përdorues Reddit me emrin IGS15, ndau një përvojë të merruese në subreddit Ghosts, e cila tërhoqi me njëherë vëmendjen e komunitetit dhe u bë temë diskutimi brenda pak orësh.
Dëgjo me vëmendje. A e dëgjove? Pa pritmas, një zë i frikshëm i pëshpëriti, majt. Fillimisht, Michael mendoi se ishte një nga fëmijët e tij që kishte zbritur pa e vënë re, por paniku i tij u rrit kur kuptoi se nuk ishte kështu. Ai shpjegon se videoja u regjistrua rreth mesnatës dhe ai ishte i vetmi zgjuar në shtëpi, shoqëruar vetëm nga qeni dhe maca e tij, të cilët dukeshin qartë pranë tij në xhirim. Duket sikur pëshpërima mund të lidhej në ndonjë mënyrë me të kaluarën misterioze dhe të frikshme të këtij vendi. Çdo detaj, nga heshtja e natës deri te reagimi i kafshëve shtëpiake, shton tensionin dhe misterin. Për përdoruesit e Reddit, ky përvojë ngjalli hipoteza dhe teori të ndryshme, nga shfaqja e një shpirti të vërtet, deri tek një incident i shkaktuar nga perceptimet e njerëzit ose një efekt akustik i papritur. Komento mendimet tuaja dhe ndaje interpretime të ndryshme mbi atë që mund të ketë ndodhur. Një shëtitës ndau përvojën e tij të merruese, së bashku me prova video që tregojnë një shfaqje me formën e një poçongu. Ngjarja filloi kur grupi vendosi të ndalonte për pak kohë për të pushuar, por atmosfera ndryshoi shpejt. Tingu i të çuditshëm dhe një ndjenjë e rëndë frike filluan t'i rrethonin. Pak më vonë, mes shkurreve dhe në një zonë të errët jo shumë larg tyre, u shfaq qartë një poçong. Figura që ndronte e palëvizshme, duke krijuar një pamje jashtëzakonisht shqetësuese. Ata që tashmë ndiheshin të friksuar nga ngjarjet e mëparshme, u pushtuan nga paniku i plot. Prania e asaj krijese i bëri të ndiqeshin të paralizuar, të paaftë për të lëvizur ose për të reaguar menjëherë. Pamjet e regjistruara tregojnë qartë se frika e tyre ishte e vërtetë dhe se ajo që pan nuk ishte thjesht një iluzion i natës. Duke parë një shfaqje të çuditshme dhe misterioze, kjo grua nga Malajzia vendosi ta regjistrojë menjëherë me kamerën e saj. Ajo donte të dokumentonte atë që po ndodhte para syve të saj, një fenomen që duket i pazakontë dhe i frikshëm. Nga pamja e videos, shihet se disa figura misterioze të veshura me të bardha qëndrojnë të rreshtuara duke formuar një rreth. Figurat nuk lëvizin dhe kjo i bën ato të duken të pazakonta dhe të tmerrshme. Ajo që e bën gjithçka më të habitshme është fakti se personi që po filmon nuk ka asnjë ide se çfarë janë këto figura. Disa mund të mendojnë se është një shfaqje e vërtet paranormale, të tjerët mund të supozojnë se janë njerëz që kryen një ritual të çuditshëm, dhe disa mund të mendojnë se mund të jenë vetëm statuja të vendosura me kujdes. Pavarësisht shpjegimeve, videoja lë një ndjenjë frike dhe kurioziteti, duke i bërë shikuesit të pyesin për natyrën e këtyre figurave dhe qëllimin e tyre. Atmosfera e krijuar, qetësia e tyre dhe formimi i rrethit shtojnë misterin, duke e bërë të gjithë ngjarjen të duket si diçka që nuk mund të shpjegohet lehtë. Kjo shfaqje e frikshme dhe e çuditshme u regjistrua nga një gjutar fantazmash nga Turqia, brenda një shtëpie bosh dhe të braktisur. Ai vendosi të eksploronte vendin dhe i kërkoi shikuesit të vëzhgonte me kujdes. Brenda një prej dhomave ndodhej një figurë e veshur me të zeza, e ulur në heshtje. Fytyra e saj ishte tmerruese dhe syt i shkëlqenin teksa nuk ja ndanin shikimin burrit. Sipas tij, kjo qenie i përkiste botës së xhindëve. Çfarë mendoni ju për këtë pamje? Në subredditin Cryptid.IQ, një përdorues me emrin Kenneth Primet 1577 ndau një video që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve në internet. Pamjet tregojnë një ngjarje tepër të pazakontë që ndodh në një vendodhje të panjohur.
Edhe pse nuk është e mundur të përcaktohet saktësisht se ku është regjistruar videoja, mjedisi duket se ndodhet pranë një shpelle ose një hapjeje shkëmbore natyrore. Që në fillim, pamja krijon një ndjesi misteri dhe pasigurie. Në video, shihet një krijes me pamje të çuditshme që del ngadalë nga ajo që duket si hyrja e një shpelle. Figura është mjaft e gjatë, me trup të hollë dhe e mbuluar me një lloj qimesh të çelta, ndoshta të bardha. Shumë shikues besojnë se kjo mund të jetë një paraqitje e kriptidit të rrallë të njohur si Dogman. Një nga aspektet më interesante është mënyra se si lëviz krijesa. Sipas personit që ngarkoi videon, lëvizjet e kokës dhe ecja e saj duken disi të çrregullta dhe jo plotësisht të lëmuara, gjë që për disa e bën më pak të besueshme se është diçka e krijuar në mënyrë digjitale. Megjithatë, skeptikët nuk janë të bindur. Pa kontekst të qartë, është e vështirë të përjashtohet mundësia që të jetë një person i veshur me kostum, një skene inskenuar, apo edhe pamje të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, ose CGI. Ata gjithashtu theksojnë se videoja është e shkurtër dhe e filmuar nga larg, çka e vështirëson vlerësimin e përmasave, ndriçimit dhe detajeve. Megjithatë, kombinimi i ambientit, përmasave të krijesës dhe mënyrës së pazakontë të ecjes vazhdon t'i lërë shumë njerëz të hutuar. Një burr që po voziste i vetëm ndjeu frikë, pasi rruga nëpër të cilën po kalonte ishte jashtëzakonisht e errët dhe e vetmuar. Heshtja dhe mungesa e dritave e bënin udhëtimin edhe më shqetësues. Ndaj për të shpërqendruar mendjen, ai filloi të këndonte ndërsa po regjistronte videon. Gjithçka dukej normale, derisa, pa e kuptuar, vuri re diçka të pazakontë në anë të rrugës. Në fund të asaj nate të vetmuar, kamera kapi një figurë të bardhë, me pamje të ngjashme me një poçong, e cila qëndronte mes shkurreve në anën e djathtë të rrugës. Kur burri e kuptoi se nuk ishte thjesht një hije apo iluzion, ai u trondit dhe u pushtua nga një ndjenjë frike e akullt, duke e bërë atë moment edhe më të frikshëm. Gjatë orës së perëndimit të diellit, një burr u ngut ta xhironte. Siç shihet qartë, figura që ngjan me një pokong qëndron e palvizur mes barit të një terreni të zbrazët. Shikimi i saj duket sikur është i fiksuar tek burri që e vëzhgon. Edhe pse pamja ishte tmerruese dhe krijoi një ndjesi të fortë të frikës, ai nuk u përfshi menjëherë nga paniku. Megjithatë, xhirimi i saj shkaktoi një dridhje të papritur dhe të fortë, duke e bërë momentin të ndjehej i çuditshëm dhe paksa mbinatyror. Pamja e qetë por e frikshme mbeti e regjistruar qartë nga kamera. Ky është rasti i Diegos, një i ri i njohur në TikTok si Diego Speakers, i cili ndan rregullisht aventurat dhe përjetimet e tij të përditshme me ndjekësit. Ajo që filloi si një natë e zakonshme në shtëpi, u shndrua papritur në një përballje tmerruese që ai thotë se nuk do ta harrojë kurrë. Diego vendosi të regjistronte një video të thjeshtë ndërsa ecte nëpër shtëpi, duke shijuar freskinë e natës dhe duke folur me audiencën e tij. Gjithçka dukej e qetë dhe normale, derisa ndodhi diçka thellësisht shqetësuese. Teksa kamera lëvizte, një prani e frikshme u shfaq papritur. Për një çast të shkurtër, një figurë doli nga pas peshqirëve të varur, jashtëzakonisht afër tij. Fytyra ishte e zbehtë, me sy të errët dhe të ngushtë, që dukej sikur shikonin drejt për drejt në kamerë. Më pas, u zhduk menjëherë, duke e lënë Diegon të ngrirë nga frika dhe dyshimi. Ora 4 e mëngjesit konsiderohet më e rrezikshmja nga ekspertët e paranormalit. Një kamerë sigurie regjistron diçka që nuk duhet ishte e mundur. Një derë dhome që mbyllet plotësisht vetë. Pronari kishte vendosur qëllimisht një objekt të rënd për ta mbajtur të hapur, duke qenë i vetëdijshëm për ngjarjet e çuditshme në shtëpinë e tij. Megjithatë, as pesha e pengesës dhe as mungesa e rrymave të ajrit nuk e ndalën derën të lëvizte me një forcë të mbinatyrshme. Lëvizja është e ngadalt dhe e qëllimshme, sikur një prani inteligjente të ishte pas këtij veprimi.
Asnjë shpjegim logjik nuk mund të justifikojë atë që shihet në pamje.